Ania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë mban botës. Çihani I kërkon Pakizes të shkojë të qëndrojë për një kohë në fermë bashkë me Aljan, me qëllimin për ta mbrojtur dhe për ta mbajtur larg tensioneve që po shtohen çdo ditë në shtëpinë kryesore. Por kjo kërkesë has menjëherë në kundërshtimin e Kadirit, I cili reagon I nervozuar dhe krijon një situatë disi komike. Pasi mes tij dhe Pakizes ka nisur prej kohësh një pëlqim I ndërsjellë që të dy përpiqen ta mbajnë të fshehtë nga të gjithë. Ndërkohë që askush në familje nuk është në dijeni të kësaj afrimiteti dhe çdo shikim apo fjalë mes tyre e shton më shumë tensionin e padukshëm. Në të njëjtën kohë, Borani aqarohet kur sheh Cihanin duke u bërë gati për të quar Aljan në një shtëpi tjetër dhe shpërthen ndaj tij me fjalë të ashpra, duke I thënë se djalin e tij do ta çojë vetë dhe se askush tjetër nuk ka të drejtë të marrë vendime për familjen e tij. Çka sjell një përplasje të fortë mes dy vëllezërve ku përzihen shelozia, krenaria dhe dhimbja. Ndërsa Borani këmbëngull se Alja është gruaja e tij me letra dhe nuk mund të largohet me askën tjetër, pavarësisht se ajo vetë nuk e dëshiron këtë. Sadakati përpiqet t'i qetësoj djemt dhe të rikthej kontrollin, duke I kujtuar Cihanit se ligjërisht Alja I përket Boranit, por Cihani I përgjigjet ftohtë dhe prerë që të mos I tregojë çfarë të bëjë, duke bërë situatën edhe më të rëndë. Borani, duke parë se po e humbet kontrollin, përfiton nga mirësia dhe pafajësia e Denizit dhe e bind me fjalë të buta e premtime se gjithçka do të shkojë mirë, gjë që e detyron Cihanin të heshtë dhe tërhiqet për momentin vetëm për të mos e lënduar emocionalisht fëmijën. Por, pavarësisht kësaj, Alja merr një vendim të prerë dhe refuzon kategorikisht të shkojë me Boranin. Duke hipur në makinën e Cihanit dhe duke u larguar me të, ndërsa dy makinat nisen në drejtime të ndryshme dhe simbolizojnë ndarjen gjithnjë e më të thellë mes tyre. Paralelisht me këto ngjarje të tensionuara, Demiri shkon fshehu razi në spital për të parë foshnjën e Zerinit, të cilën e mban të izoluar dhe të fshehtë nga të gjithë. Ku pyet mjekun me ankth për gjendjen e saj dhe merr përgjigjen se frymëmarrja dhe oksigjeni janë në rregull dhe se foshnja është jashtë të rrezikut. Çka e prek thellë Demirin, I cili shprehet se kjo vajzë do t'ia ndryshojë jetën dhe I kërkon mjekut kujdes maksimal. Ndërkohë që në anën tjetër Zerini, e shkatëruar emocionalisht dhe duke menduar se e ka humbur foshnjën e saj, po mbledh rrobat mes dhimbjes dhe lotëve, duke folur në telefon me Kajan, I cili përpiqet t'i jap forcë dhe I premton se do ta kalojnë këtë periudhë të vështirë bashk, se ajo nuk është vetëm dhe se shumë shpejt do të nisin procesin gjyqësor për t'u ndarë nga Demiri dhe për të mbyllur një kapitull të dhimbshëm të jetës së saj. Më pas vjen përballja më e fortë emocionale mes Aljas dhe Boranit, ku ata debatojnë ashpër dhe Alja I thot pa asnjë hezitim që të mos vijë më pa lajmëruar, se do të bëjë gjithçka për t'u ndarë prej tij dhe se nuk e do më, duke I bërë të qartë se do të vazhdojë jetën e saj për krah Cihanit, fjalët që e godasin Boranin thellë dhe e lënë të thyer, ndërsa Cihani nga ana e tij vendos rregulla të forta, duke urdhëruar njerëzit e tij që askush të mos hyjë në shtëpi pa leje dhe I kërkon Kadirit të qëndrojë aty për siguri. Por kjo sjell një tension tjetër, kur baba I Pakizes ndërhyn dhe thot se do të qëndrojë vetë, duke shtuar edhe më shumë përplasjet brenda shtëpisë. Sadakati, e lodhur, e tronditur dhe e zhgënjyer nga gjithçka që po ndodh, e kupton se situata ka dalë jashtë kontrollit dhe se ka ardhur koha të veprojë. Por kur Borani I thot se nëse e çmeli e ndihmon ta ndajë Cihanin nga Alja, ai është gati ta pranojë dhe madje ta kontaktojë vetë, Sadakati shpërthen në zemërim. E godet me shpulë dhe I thot se një njeri që mendon për pazare dhe tradhti nuk meriton të quhet baba. Ndërsa Borani bie në gjunjë para saj, I dëshpëruar dhe I thyer, duke I kërkuar ndihmë sepse nuk ka askën tjetër dhe dëshiron vetëm gruan dhe djalin e tij. Gjë që e prek Sadakaten dhe e shtyn t'i premtoj se do ta ndihmoj, por vetëm me një kusht të prerë, që të mos ketë më asnjë kontakt me Eçmelin dhe se nga ai moment kjo çështje do të jetë plotësisht në duart e saj. Më pas, Ladimi përballet me Cihanin në zyre duke e akuzuar se I ka marrë pjesën që I takonte, por nën presion pranon se ka ndryshuar dëshminë sepse është kërcënuar me vdekje, duke shtuar një tjetër nyje të errët në këtë histori.
ndërsa Alja dhe Zerini takojnë avokatin e familjes dhe nisin zyrtarisht dokumentet për procesin gjyqësor të ndarjes, duke treguar se këtë herë janë të vendosura të mos kthehen më pas. Shahini shfaq shelozi për Naren për shkak të punës së saj në spital dhe afrimit me kryemjekun. Por pas skarimeve dhe ndërhyrjes së familjarëve, ai bindet se po e tepron dhe pajtohet me të. Ndërsa në fund, familja mblidhet në një darkë të përbashkët me muzikë, karaoke dhe një atmosferë që për pak qaste duket e qetë dhe e lumtur. Por kjo paqe prishet papritur nga ardhja e Demirit, i cili i kërcënon hapur të gjithë, duke u thënë se do ta paguajnë shtrenjtë, duke ndezur sërish gjakrat, ndërsa Kaja aqarohet dhe është gati të shpërthej, por mbahet nga Cihani. Dhe pas këtij momenti të rënd, secili largohet drejt shtëpisë së vet, duke lënë pas frikë, tension të pasgjidhur dhe shumë pikpyetje për atë që do të ndodhë më pas.